Fshati Pojan me afro 5.000 banor është një nga më të njohurit në Bashkinë e Maliqit. Oborret e shtëpive janë të mbuluara nga trëndafilat, pasi amvisat historikisht janë kujdesur për luljet shumëngjyrëshe. Fehime Dervishi, edhe duke qenë në moshë, kujdeset vazhdimisht për trëndafilat e oborrit të shtëpisë së saj. Ajo tregon se edhe gratë e tjera të fshatit bëjnë të njëjtën gjë. Kryetari i Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, thotë se në këtë fshat çdo vit organizohet festa e trëndafilave edhe për të ruajtur traditën. Kam kërkuar që kjo të bëhet një traditë e përvitshme, ndaj dhe ne kemi qenë në mbështetje të tyre gjithmonë, ku ka më mirë se një festë trëndafilash, ndryshe nga festat e tjera, të jetë e përvitshme, jo vetëm si nocion, por dhe për vetë gatime tradicionale që bën kjo zonë apo tradita të tjera të veçanta. Është një festë që bashkon gjithë komunitetin e Pojanit. Fshatrat e njësive administrative Gorë dhe Moglic vitet e fundit po tërheqin edhe vizitor vendase të huaj, ndaj për këtë banorët janë kthyer investimit të bujtinave. Tashmë kanë filluar të rriten edhe bujtinat e para, të shtohen atraksione turistike në zonën e Gorës, në zonën e Moglicës, por edhe rreth fushës, po themi në Leminot, në Çaushli kanë filluar të themi ato shkëndijat e para, të cilat po kërkohen edhe nga vetë turistët. Me rastin e kësaj feste, qindra banor të njësisë administrative Pojan dhe jo vetëm, janë bërë pjesë e ditës së trëndafilave.